fjalën 5 minuta. Nderuar kolegë, unë fakt nuk kam asgjë për të thënë për Ramën. Hiç. Është një institucion i padobishëm. Jo thjesht për shkak të asaj që e drejton, mënyrës se si drejtohet, por edhe për shkak të zhvillimit të medias. Shkurt edhe troç, për shkak të asaj që Ama nuk bën. Informacioni, informimi, e ka zvogluar median tradicionale. Hapësira dominohet online, nga media sociale dhe me mjete krejt të tjera. Ama, deri sot i referohet thjesht dhe vetëm medias tradicionale. Madje refuzon të dalë përtej medias tradicionale. Madje refuzon të shkojë në hapësirën online edhe kur media tradicionale ka shkuar atje. Pra imagjinoni, një televizion, një gazet, shkon hyn në median sociale, Facebook, Instagram, TikTok, dhe Ama, kur i bie rasti të ndërhyn tek media tradicionale. Por, për të fshirë lajmet e rreme, lajmet e pavërteta, dhunën, nuk ndërhyn tek media sociale. Edhe pse, është pikërisht media tradicionale burimi i saj. Pra, shkurt e troç nuk vlen më. Online, në mediat sociale, glon informacioni, ndodh informimi, keq informimi, dizinformimi. Ky institucion nuk është këtu, fare. Nuk është online, nuk është në median sociale, ku ndodh gjithçka. Siç u thash, edhe keq informimi, edhe dizinformimi, edhe ndërhyrja e drejt për drejt, edhe dhuna, dhe natyrisht edhe depresioni që i pason, veçanërisht në ato mosha që krijojnë varësi apo bëjnë viktima pikërisht të asaj që ndodh online. 2 ditë më parë lexova që një universitet në Amerikë, në studimin e tij të fundit, varësinë nga media sociale e krahasonte me varësinë nga drogat më të rënda. Dhe ne në këtë hapësirë nuk kemi as rregullim, as regulator. Regulatori që kemi sot merret thjesht dhe vetëm me 10% të kësaj hapësire. Me asgjë më shumë se sa kaq. Thënë këtë, unë mendoj që koha e këtij institucioni ka mbaruar. Ky institucion nuk duhet të ekzistojë më. Ne na duhet që ta adoptojmë sa më parë të mundur aktin e lirisë shprehjes së Bashkimit Evropian dhe natyrisht aktin e shërbimeve digjitale. Kemi humbur kohë boll. Një vit më parë, në përfundim të punës së Komisionit për Dizinformimin dhe Ndërhyrjet e huaja, ke dashur shumë qartë ne rekomanduam eksaktësisht këtë. Në harkun e një viti, as qeveria dhe as Ama nuk kanë bërë dot gjë. Fare. Zero. Dhe natyrisht pasojat janë të dukshme, janë të rënda, për to po flasim. Ne na duhet një institucion informimi në radhë parë. Informimi drejt, të ndershëm, të lirë, në kohë reale. Dizinformimi, keq informimi, dhuna, luftojnë vetëm në këtë mënyrë, vetëm duke informuar, drejt, ndershëm, profesionalisht dhe në kohë reale. Ashtu siç na duhet, dhe një institucion që të mbrojë hapësirën online, ta mbrojë nga keq informimi, nga dizinformimi, nga dhuna, dhe natyrisht nga sulmet e drejt për drejta që zhvillohen atje. Ajo për cilën po flasim prej ditësh, e që ka ndodhur atje online, natyrisht
është krim. Po krim në kushtet e një boshllëku të qartë, edhe ligjor, edhe institucional. Të sulmosh në atë mënyrë, si që janë sulmuar, ekonomia e këtij vendi, dega më e rëndësishme e tij, ju thash, 49% e ekonomisë janë shërbime totale në këtë vend. Është një krim me pasojë të rënda për sigurinë kombëtare. Jo thjesht dhe vetëm për t'i prishur biznesin njërit apo tjetrit, por t'i shkatruar degën më të rëndësishme ekonomisë kombëtare të këtij vendi. Ka një boshllëk që ka detyruar institucionet që tashmë të fillojnë e të mendojnë çfarë duhet bëjmë përtej që ta ndëshkojmë këtë lloj krimi. Dhe po e përsëris, nuk bëhet fjalë për opinionet konsumatorëve që ju ka pëlqyer apo nuk ju ka pëlqyer shërbimi i kësaj dege të ekonomisë, po bëhet fjalë për mashtrime të drejtë për drejta në kuadër të një sulmi të koordinuar që është thjesht dhe vetëm krim në hapësirën online. Ku është ama këtu? E për çfarë duhet ama në këtë rast? Për të mbledhur ato tarifat e frekuencave? Për të mbledhur ato tarifat e licencimit? Po ka institucione boll që mund të bëjnë agentin në këtë rast. Për të mbledhur të ardhurat. Për gjë tjetër nuk vlen. Për atë që është nevojë kombëtare tani nuk vlen, nuk është. Dhe na duhet të kthehemi aty ku ishim një vit më përpara. Tek ajo strategjia e dezinformimit dhe ndërhyrjeve të huaja, keqdashse për të adoptuar të gjitha masat që janë atje të parashikuara e që duhet kishin ndodhur në fakt për të eliminuar eksaktësisht këtë krim që po konsumohet tani sy e faqe gjithë. Faleminderit. Faleminderit, zoti Nasufi.